Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Rina Krasniqi, aktore, dhe Afrim Muçaj, aktor. Rina, Afrim, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Faleminderit, mirë se u gjatëm. Faleminderit, mirë se u gjatëm. Kënaqësi e madhe na ka ardhur prej Prishtinës në Toronto për të xhiru një film të shkurt. Çfarë kënaqësie. Yay! Mu nuk po më besot, vetë se jam këthy pi Kosovës, unë jë mësu mi pa kolegët e mi në Kosovë, tash me harë këto në Toronto, mi pa studio, kjo është super kënaqësi. Jam shumë i lumëtën. Ne jemi të lumëtën që ti e i lumëtën. Po më vje mirë afrem, jam i shokum, për të mirë kuptohet, ju falenderoj shumë që e keni gjetë kohën, keni ardhur dhe di që e keni pas një kohë të shkurtër për xhirim edhe keni xhiruar në mënyrë intensive. Po du ta përmend, rasti arsye pse jeni këtu është sepse një regjisor shqiptar nga Elbasani, quhet Florenc Papas, ka pas një ide ta bëjë një film shkurt. Edhe ai kem kontaktu me te përmes shoqatës tonë, na tregon që thotë kanë marrë 2 aktorë prej Kosovës, edhe kolega jon Lyra Gjoci e ka kuptuar këtë fakt edhe kush po vjen, tha Afrim Muçaj. Okej, Afrimin një rinë thash ju më shkru. Kjo është super kënaqësi. E keni ndëruar odën tonë, ju falenderoj nga zemra që keni gjetë kohën tani këtu. Faleminderit. Faleminderit shumë. Rina, unë penis me ty bisedën. Jeni aktore shumë e mirë, shumë e talentume. Shumë faleminderit. Edhe këto e ku mendua më herët, e din që të kom shkruar pse si jam taku kurse gjeneratat jo moti këtu. Po Unë jam i moçëm. ma i moçëm jam. S'më gëzoj me kallëzu sa, po që aty dikon, që aty, aty disi diku aty, po. Edhe klasi kujt ke qetë në Akademinë e Artëve? Në Akademinë e Artëve kam qenë në klasën e Astridit Kabashit. Astrid Kabashi, aktori jonë, që ka qenë një gjenerat ma i risonë. Aty nuk e di, kush jeni kon jo, po në kom pas profën e kom me shumë të mirë, edhe kom kolegë edhe ma të mirë, kështu që shtu shkojnë edhe në merend, me gjenerata, me gjeneratave, po. Ka qenë asistent? E Astridit? Po. Nuk ka pas në atë periudhë asistent. Vetëm klasa e ti ke qenë, Po. Afrim, çfarë gjenerate ti, kush e ke kryer? Unë kam pas fatin pak një 3-4 muaj studenti profesorit Faruk Begolli, edhe pas vdekjes tij, deri në atë kohë ka qenë Ili Revinca, ka qenë asistente e Farukut, edhe pas vdekjes Farukut kemi vazhduar me profesoreshën Ili Revinca. Veç e ke përjetu pak. Po, provimi pranues kemi qenë te Faruku. Te Faruku. Sepse ligjëratat një herë ka qenë kur na ka taku, kur janë bo ndamjet e klasave si ka qenë atëherë. Edhe masni është shtruar, si më thon, për shkak të smundjes, edhe kemi vazhduar me profesoreshën Ili Revinca për 4 vite. Çfarë viti flitet për këtë kohë? 2006, kur jam pranuar në Fakultetin e Artëve. U bën 20 vjet. Po, u bën 20 vjet. Afrim edhe ti kogja. Kogja, valla. Ku qëtash që për më në edhorën zatë? Te për shumë. Vjetë për Po, shkollë. ka qenë periudhë e jashtëzakonshme, me thonë drejtën, edhe sot kur jemi aktiv edhe jemi rrit, ma shumë jemi rrit në aspektin e kuptueshmërisë të gjanave, po flitet, po dëgjojmë në për qarqe të ndryshme në për Prishtinë që në Fakultetin e Artëve në vitin e fundit kanë aplikuar 8 studentat, 8 janë pranuar. Pse e nisa kështu këtë mohabet është që në kohën kur unë jam pranuar kanë qenë diku një 300 minimumi, 300 kandidat në 2006, po flas. Edhe jemi kanë dom në 2 klasë. Jemi pranuar diku 5-16 afërsisht. Pej 300-ve, minimumi kanë qenë 300. E sot 8 kanë konkurruar, 8 janë pranuar edhe pe ngresi alarm për të keq, çfarë di. Është një dhimbje e madhe, po shprazet Kosova e Shqipënia. Ka mundësi edhe kjo. Kjo është një edhe dyta, tash janë bërë shumë aktor TikToku që nuk e shohin të arsyeshme me shku me studiu 4 vjet me hub kohë për shkak kur bëhet i famshëm me TikTok. Direkt. Me ta ik tronin kur nalesh me menu çfarë kohë po. Të mëshme. Rina,
njësh për një aktore që kisha thonë aktore karaktereve. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Unë kam pa filmin Bujara Limanit, ku aty ke shkëlqy në atë film. Edhe është hera parë që unë kom një për ty, pa aty të kom pa për të parë, dhe ai film është fash në Toronto, në Cineplex. Në flet për atë film, si erdhi te roli edhe si te audicioni. The Albanian Virgin, Virgjëresha Shqiptare. Virgjëresha Shqiptare. Është film, kur ka qenë audicioni, po më lidhen në njëjtin numër si davrimi, se për një me të vërtet kanë qenë dikon 200-300 veta që kanë qenë audicion të paktën në rrethin e parë në Prishtinë. Dhe majma ka qenë tepër vap, ka qenë nxehtë, ka qenë verë. Edhe ka qenë si film në film, faktikisht edhe periudha e audicionit. Edhe pas rrethit të parë, kur na kanë thënë në rrethin e dytë, unë kom pas një shfaqje në Tuz. Dhe pas Tuzit jam kthy në ora 3 natës Prishtinë, ora 5 mëngjesit unë jam nis për Tiranë, unë kom rrinë në Tiranë, 5 minuta para se me hin audicion, me vjedhin telefonin duke folur në aktorit Axhilçun Lajçi, edhe hiu në audicion, edhe skena tepër ta shisheron atë në pjesën e dytë të audicionit, edhe është pjesa kur shkojnë edhe i tham, lutna priftit që më mba burnesh, dhe ata më thonë hedhin, Shëtësumërina, ki nevoj me pushu pak sa më ja, du me përdor gjithë energji edhe me hi edhe kom përdor. Edhe kur kom talë, ka qenë jashtë kolegu jonë Armendi Smajr, ma tha, ja, e kapi rolin, tha kja, e kapi gjithë gjysh. Edhe që shtu të një kalin dhe regjisori Bujari Alimani, më ka thonë, tha, e ke hup, tha telefonin, tha, po ke fitu diçka shumë atë madhe. Po, gjithsesi pjesa e audicionit ka qenë një punë jashtëzakonisht e rëndë, sepse ka qenë një niveli shumë naltë serioz. Pra jo njerëz që shtu TikTok-ave që dhe marrë ose pjesë të ose aktorë cilët i marrë rolet në për kafe, po ka qenë më thonë një nivel shumë serios, sepse ka qenë ekipi Gjerman, ka qenë ekipi Belg dhe pastaj më thonë një ekip ku janë edhe 200-300 veta njerëz të huj, xhirime shumë të rënda, të cilat i kemi bërë në përmalësi shqiptare, në Puk dhe në Fusharës e tjerë. Pjesa e kalerimit, DOP e filmit Jörg Widmer ka qenë, më thonë, është DOP cili ka xhiru filma si The Pianist, V for Vendetta, Inglourious Basterds e tjerë, është përndryshe dhe DOP i përgjedhur më i ngushti i Terence Malikut. Edhe ka qenë një nivel shumë i lartë për sa i përket kërkesave dhe prurjes në kinematografi, një diçka që na silloi buxheti dhe asillë prurje nuk ka pas dhe më herët, unë nuk besoj të paktën të na. Kështu që na jemi kënaqur jashtëzakonisht shumë, për mua ka qenë një eksperiencë në sa pa ta dalë fresh për Akademisë të Arteve sa atë në fundin e masterit, i kom pas 21 vjet, domethënë kom qenë tepër e re. E mastritin unë sa kisha kryqë dhe më herët prof, me profën tam ra direkt me lujt në film, me lujt këtë dajën tam. Kemi qenë një kast fantastike aktorëve. Albanuka, Astrite, Nik Gjelila, Gresa Pallaska, etj. Kemi kënaqur jashtëzakonisht shumë. Kështu që po. Sa ka zgjatë xhirimi? Xhirimet kanë qenë 1 muaj e gjysmë xhirimet gjatë verës, edhe 1 muaj e gjysmë xhirimet gjatë dimrit. Pra komplet kanë qenë 3 muaj ditë. Po gjithashtu ne kom pas edhe 1-2 muaj më herët përgatitje fizike në Kalerim, pastaj më ka ra më shumë me jetu edhe në Tiranë atë periudhë. Kështu që më ka qenë goxha shumë një përgatitje e madhe për sa i përket filmit. Pastaj kushtet vendi ku kemi xhiru në Fusharës dhe në malësit Pukës, një vend goxha i izolum prej vendeve ma metropolës, ma tridura, ma urbane, ma qytetare, në vend më thonë 500 deri 1000 njerëz që kanë jetu 3 hotele krejtë dhe ka qenë shumë e lehtë, atë nuk kena pas nevojë shumë thojza kushtimisht që dojnë ato me hy në rol, se me të vërtetë aty njerëzit kanë jetu ende me norma, principe dhe parime pak ndoshta ma outdated ose pak më të kalume, ndoshta shumë ato traditat më të rënda, ato aspektet kanuni nuk e pa shumë vajza atje, nuk e pa shumë gra atje, kanë dalë vetëm as ditë, për shembull në orën 5 deri në orën 6 ke pas shumë mashkull, burra dhe ata kanë menduar shumë për një mejon burnesh, apo kupton, ata kanë thënë më orina, hajt burnesh, ajo ndjepshin raki ora 10 më xhez. Ti nuk më shumë ju thonë jo, se ata bëshin nervoze, meshin si për ofendim, kështu që kanë qenë disa gjëra shumë interesante të cilat e kemi përjetu, ka qenë që ata po them si film në film, pastaj ka qenë gjana shumë bukura, anekdota shumë mira. Ai transformimi, ajo
kur të shen rol, nuk mundesh me kuptu ai e femën, ai e burr, ai e djalë. Ajo ka qenë diçka shumë që e ke bërë si duhet. Edhe se ka të bëjë edhe me mendsinë, me qëndrimin kur luan për shembull gjinin tjetër. Por nuk ka qenë të prume, ka qenë shumë e balancume. Je duk shumë stoike. Se ju e dini në aktrin gjithmonë është restrain, përmbajtja, mos me tepru shumë, po të njëjtën kohë më konë sakt. Po kjo është fat kur vijnë projekte të tilla me koproduksion. Sepse është tjetër nivel. Absolutisht. Unë mendoj, jam gjithmonë e parimit që sa ma pak është shumë a shumë, edhe në që thonë anglisht less is more. Less is more, Aq ma tepër kur ketë bëj me lujt karaktere tilla, sepse kjo është femën, kjo nuk e lun burren. Kjo e lu normal një pjesë, do me thonë, me të qenurit burnesh, sepse kanë qenë periudha e tjetë që i kanë shti gratë fatkeqësisht dashte me jetu jetën si një burr, po në gjithë ato janë gra, ato nuk kanë dashtë me bu burr. Kështu që a din që kjo është nuanca që e fia hollë e penin, cilin gjithmonë duhet me mbrojtë si trajtë dhe mos me hub. A din atë femininiteti saj është shumë thellë tani që ka mbet, po e jashtë nja bëhet një jetë shumë e vrarë, shumë e rëndë. Për shembull është një pjesë aty në film, është e vetmja pjesë në mënyrë komike edhe këtë improvizim ka ndodhur random. Tash masi që bëhen të themi, kushtimisht domethënë bëhet burnesh, dhe jam pjesën që ulem me axhallart. Është Kasemi Hoxha, është Astriti Kabash, edhe tash kur ulet, mësu vajzat atër kanë qenë shumë të intime, më fragile, me mbajt kokën poshtë, me ecë hapan ka dalë shumë me ulë më të kur. Edhe ajo kur ulet I shekta edhe e bëj një pjesë kritë, më vjen kështu në turë dhe I hapi komë, si ja u shok të në komë që ju hapi naturalisht, edhe I qele dhe kjo kështu që është të mësu, në stop, edhe qysh më si zimashë, edhe është gjithmonë ku do të që kemi pas në botë në kinema, edhe në festivale kategori so a krejt që kemi fitu edhe çmime, si veket që kjo pjesë kashën, adin se ishtë momenti vetëm që ti the, okej, nuk është të e lujt burren, është një qik, apo kupton, edhe shkrejt, apo kupton pishekta që duhet pak posturën, adin me mbajt, pak ma men spread, që thonë. Kështu që adin ka qenë qëto sanët, kanë qenë pak ma, unë për shembull personalisht, si Irina, shumë disa pjesë kur e luj pjesën e karakterit të Jack, që bëhet burnish, kanë qenë shumë atleta, unë si natyrë jam pak ma ekstroverte, ma ekspresive, jam pak ma e gjallë, kështu që adin për mu ka që ma letë pjesa, për shembull kur është ma feminine, kur është ma e re, kur ka këtjer, është ndoshta rebele, ajo si karakter, po duhet me qenë shumë ambyllur, që ato ka qenë shumë vështirë me lujt, sepse ka qenë një lloj analize tjetër, pastaj mendësia si ka qenë atë periudhë kohore, me studiu kanunën, me studiu gjana, cila për mua është shumë knatësia, aty unë kom po me shefin më të madh se historinë e duhet dhe shumë, gjithmonë e kom dashur shumë, kështu që, ja. Knatësi, mirë. Afrem, një është fëni djallë që të ke një ftyrë kështu shumë pellasë ke me thonë drejtë. Bora për këtit këndësh. Pje këndit mirë, për ta garantoj se I dukesh shumë purnore, edhe dukesh edhe mjekra dhe mustacit edhe gjithë shka. Ke lutë ki përvoj shumë të madhe në teatr, po ke lutë edhe në film. Unë kësha pas qef me veçu ku ke lutë film që ti e ndi mas miri, kur diçka ke pas një rrët, ke thona, di këtu e kum një vetën shumë rahat. Sot kur pim një kafe me producentën e filmit që është arsye që ne jemi këtu sot, Gertën, cilë ti përshëndes edhe Florencin edhe Gertën, cilë e kam bot mundun ardhjën tonë këtu, ne kam poftesën edhe kemi gjru një film shumë të mirë, po besojmë shumë të mirë, bashkë me Irinën. Do këthemi të ky film. Po, pa tjetër. E patëm si muhabet, tha teatri, filmin që janë gjashme, edhe në fillimet e mia kam qenë kogja shumë I angazhum në teatr, edhe ka qenë 4-5 vjetë që unë jam konë shumë I angazhum, do më thonë nuk ka pas vitë që si kam pas ka 3-4 shfaqje. Filmi jam I parë ka ndodhë në vitin 2012 afërsisht, një koproduksion Angli-Shqipni, filmi Ada në Tiranë, cilën regjin e ka bo Jamie, I cili e boni mas ne filmin Shok që shkoj në Oscar. Po. Do me ka pas bo një film të gjatë në Shqipni. Si producer, apo? Si producer, apo? Si regjizor. Si regjizor, okej. Harvey ka qenë një njëti producent për shokut ka qenë edhe të filmi Ada, ku unë jam pas përzjedh. Paka shumë një farë ritmi të audicionit si Rina. Po, ka qenë qështu audicion shumë I madhë, sepse sidomos në atë kohë
s'ka pas shumë prodhem edhe momentin që ka ardhur një rast i tillë, domethënë interesi për mua angazhu ka qenë shumë i madh. Nëse edhe për mua ka qenë ndjenjë e jashtëzakonshme ai film, edhe pse pe përmendni është për shkak të eksperiencës së parë, edhe sidomos për shkak të ballafaqimit tem të drejt për drejt me super yje të kinematografisë shqiptare. Të fillu prej Reshat Arbonës, prej Enver Petrovcit, prej Ndërqim Gjepës, Elvira Diamontit, edhe unë si një fëmijë i vitit 4 të akademisë, që i kisha pa në televizor atë aktorë edhe me pas babë Reshat Arbonën e Ndërqim Gjepën e gjithë këta familjar, e veçoj shumë këtë film, sepse ka qenë këtë eksperiencë e veçoj shumë, për shkak që si fillim ka qenë eksperiencë ajo me parë, po e dyta ka qenë super e veçantë për shkak të nuk jam idhëtar i fjalës idol shumë, mirë po kanë qenë domosdoshmërisht idolat po besoj se secili prej nesh. Ose të paktën me një super eksperiencë, domosdoshmërisht secili prej tyre kishte ka qenë filma në bagazhin e vet. Kjo ka qenë një prej eksperiencave të mia që unë gjithmonë e startoj në aspektin e kinematografisë, startoj me këtë pjesë sepse ka qenë filmi im i parë i gjatë në rol kryesor me një super produksion anglez që ka qenë kryesisht anglez kanë qenë pjesa teknike, domethënë pe DOP-se mrapa. Masnej kur filmi, me thon drejtën, filmi Adami hapi rrugët në aspektin e kinematografisë. Momenti që u shfaq, filluan me ti u shitet. Po, është vërtet. Pe teatri dola çaty. I tha teatrin, falë s'pak do të them. Jo, ka vazhduar, mirë po ka shku tura. Mirë po ka shku shumë tura sepse interesi jam masnej me thon drejtën ka qenë shumë më i ka filmi. Eksperiencat kanë qenë pothuajse të gjitha të mirat. Kohëve të fundit kam fillu besueshmëria më rrit te regjisorët shumë edhe kjo mban të lumtun. Do momenti që ta beson dikush rolin kryesor të filmit. Ka fillu me të njoft kush është Afri Muçaj. Çfarë rol, jo po për cilën se sa do këto regjisorët e për mua ABC-ja e këtij zanati është besueshmëria ose besimi. Do të thonë momentin që ti ma ke dhënë rol kryesor, më ke nderuar shumë sepse më ke besu. Do më thënë, ma ke besu ëndrën tone. Ke shkru një skenar për 4-5 vjet, ke quna për lloj script doctor, ke bo punë të jashtëzakonshme, ke net pa fund natë e ditë të punun to, ke kërku fonde, ke gjetë ato fonde, që janë shumë të vështirë për më gjetë për me prodhu një film, ke mbledh alamet ekipe, edhe ke më rri për mja qitë qërshin mitorte, edhe më ke zgjedhë mu. Edhe më ke qitë moje të ëndrës tone. Për mu, kjo është një privilegj që ti ma ke bo. Po nuk mbaron këtu. Këtu mbaron vetëm deri sa këtu mbaron deri veç sa ma ke dhënë rolin. Mas ne për mua është përgjegjësi e jashtëzakonshme. Shumë. Për mua sot është përgjegjësi e jashtëzakonshme. Do momentalisht që e përmenda filmin e Florencit, do më të pru pej Prishtinë me gjiru në Toronto, nuk është gjë e thjeshtë për një regjisor. Edhe përgjegjësia e më shumë e madhe. Do të thonë unë nuk po du me ngrit paralele, mirë po na njohim shumë edhe profesione tjera, jo veç të aktorëve që e bojnë punën pak si shkeleshko, do të thonë, edhe këtë punën e aktrimit e shohin pak edhe si qef, që për mua qef mund me qenë veç premiera. Do të thonë pjesa tjetër është sakrificë, është sfidë, është pafund. Do të thonë, sidomos në momentin kur po tham si pozitën tem ku kohëve të fundit ka 4 pozitë të fundit që më besuan rolet kryesore kryesisht. Do të thonë unë kam bo Everybody Calls Regjo, një film që për mua është njëri prej filmave që nisi pyetja me eksperiencën, që është eksperiencë e jashtëzakonshme. Sepse e kam dashur me shpirt gjithë atë projekt, edhe ja kam dhënë shpirtin, besoj. Gjoja më e mirë që ka ndodhur aty është pas premierës që ka vlu gjithçka. Kan vlu mediat, kan vlu janë mush, domethënë është thy çdo rekord në Maqedoninë e Veriut, janë mu 7 salla të Cineplexit mbrana një natë, veç për premierë janë shit biletat, jo me ftesa. Janë shit 7 sallat e Cineplexit. Janë shit 3 sallat e Cineplexit në Prishtinë. Të mëdhajat ka 3-400 ulse një sallë. Do të thonë edhe ndjesi e mirë. Ja, jashtëzakonshme, sinqerisht e jashtëzakonshme. Për një aktor kjo është normë pa rol. Filmi Cirku Fluturuesi Vatos Berishës metet një prej eksperiencave të mia të tjera që unë kam qef me përmend kudo që shkoj. Do të kthehem edhe te ai film, se ka një histori, një lidhje me vitet e 90-ta. Po.
Pse sot e ka me super nostalgji është padyshim producenti Javjosa Berisha, e cila nuk jeton më mes nesh. Do më thonë ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme personale me producentën, sepse unë jam kogja shumë i lidhur me producentët, me thonë drejtën, sepse nuk është shumë e thjeshtë për me qenë producent, kështu që e sidomos me xhiru në 4 shtete që na kena xhiru atëherë, ka qenë kogja një farë koordinimi edhe punë shumë e madhe. Eksperiencë masanej e doj edhe në arritjet që i ka bo filmi vetë në këtë rast. S'mund e pa përmend filmin The Vent të Renik Beqirit, ku unë kam qenë njëri për role kryesore bashkë me Arben Bayraktaraj, ku fatmirësisht ose kemi qenë të nominuar për Palmën e Artë, domethënë kemi qenë në konkurrencë zyrtare në festivalin e Cannes. Edhe ka qenë nuk e harrej që kam bo një postim me kur mos u dorza, diçka e ngjashme, domethënë po më rish edhe në Cannes, edhe në Oscar. Do të qenë ka e mundun. Shqiptarët më rinë kudo, veç duhet turim edhe duhet përkraje. Përkraje, sidomos në institucioneve. Po. Unë definitivisht jam i bindur që po të kishte pak një mendësi tjetër institucionet tona rreth artit, sidomos filmit, me rrit buxhetin edhe me mënyra se si ndahen projektet tjetë pak ma qipet mundësi më shumë njerëz. S'është buxheti i vogël, fundi ato që ndahen çfarë 2-3 filma mund të marr. Në vërtet. Edhe nuk që ta nisim, që janë 5 milion për shembull, thonë, mendoj që Kosova ka mundësi me pas një 5 milion, një fond për sidomos një Kosovë e cila ka prodhu. Ka prodhu. Ka sjell suksese të jashtëzakonshme. Domethënë nuk i ka sjell as Maqedonisë, as Shqipnisë, as Malitzi, as asnjë shteti tjetër. Më t'i pru, sikur vitin e kaluam 3 çmime Sundance, që i pru një blerë. Ose alamet tjera, pa fund. Filma tjerë që kanë qenë në super festivale edhe kanë shkruar mediat botërore. Alamet suksese, edhe ti vazhdo me pas hala buxhetin as 1 milion. Është koha me investu. Unë i bëj apel edhe ka të silëm për mua shumë rëndësi që ai buxhet jetë 5 milion për momentin. Pse jo të shkon 10. Tash mund me thonë, po na kena probleme, ka dalë se kena probleme më të mëdha. Po këto janë probleme ka gjithmonë në çdo vend botës. Bile edhe për më diskutu për buxhet të tipit 5 milion 10 milion është marra. Ata po të regaj që është marrë në 2026, sepse këto janë gjana që kur janë rregulluar, kur janë bo ligje për drejtat autorit, e ligji për teatër, e ligji për kinematografi për para 20 viteve, dhe këto nuk kanë shku duke u përsos, po kanë shku duke u prish, kur kanë qenë gjana të rregulluara që më pas të ndrojtuna drejtat e të gjithëve. Edhe me taksa, njerëz përmes taksa më paguam u rregullu këto, a dhe njën tjera probleme ato. Ideja është që po ndërlidh apo pëlqen që të ato edhe muqa kontekstin se në një cent që e bën një vend dhe një shtet është kultura, është arte, dhe Churchilli kur ka qenë lufta ka thonë investoni në art, jo në ushtri. Sushtar ka çaja që ty dallon për një vendi tjetër, kështu që kur bëhen suksesën botë, aq më tepër prej, domethënë shqiptarëve që ne gjithmonë korrim suksesin botë si në art, si në sport, si në fusha tjera, gjithë kanë qef me ndoa Eduard Trukitin me ty, po shumë pastaj supporti ndoshta nuk është çaq i madh. Kështu që gjithmonë ka mundësi për suport edhe normal që asnjëherë nuk është koha e duam, po dikon duhet me fillu dhe duhet me qenë koha e duam. Kur luajnë aktorët në projekte të ndryshme të Hollywoodit ose në vendet e Evropës, në filmat që ka luajtur për shembull Muça, në filmat ose serialet që luajmë edhe unë dhe kolegët e tjerë, në vendet të ndryshme të botës, atë nuk është vetëm, ne nuk kemi, unë nuk personalisht, si person nuk kam qef, nuk mburna prej, nuk nasna me Eduard Trokitja, edhe me disa fotografit që ndohen, po ne kemi gjithmonë e bëjmë për njerëz, e bëjmë për kulturën, e bëjmë për vendin tonë, e bëjmë për shpirtin tonë, po edhe për shumë gjana tjera, kështu që adin, janë sane shumë atë mdhaja cilat janë mbrapa perdeve, nuk është vetëm adin artisti në vitin 2026 nuk mundet me mbjetu zemër për plagave. Dhe sukseset që i kemi në botë nuk i kemi të pikave, për të janë do rolet njëri tjetri, po të dëshmu punë dhe përgjithësi dhe seriozitet madhë. Në basaj duke ba ata, ti po japë edhe shambull shumë të mirë, edhe për gjenerata tjera, edhe për njerës tjerë që me thonë që okej,
nuk po t'japët pi vendit tonë, ose t'japët pi vendit tonë, po me rëndësi ti ki mundësit. Pi kujtët që t'japët, ti mundesh me zgjedh vetë, edhe me bo vetë. Kështu që mendoj që ja tash kemi mundësi për me bo gjanat bukra, ja nuk e di kur edhe. Unë jam shumë optimiste, nuk kam qafa dhe me lomi që më anku është shumë letë. Dhe më bo bashkë më gënu është po du me lyp përgjësi. Absolutisht. Definitivist unë mendoj që 100%. E di që edhe 5 milion pak, edhe 10 janë pak, po du me njës bare me 5. Njës jam me 5 si vjetë, vitin a shumë 8, tani diku 12, edhe jipi projekte shumë njerëzve. Jipi edhe dajnë kategori që dihet ato heavyweight që janë. Na kemi edhe institucionet dhe njerëz, ne si vend jemi, sidomos Kosova të paktën, jemi shumë i vogël, po kemi shumë kualitet. Nuk kemi kështu shumë kvantitet, po kemi çato që jemi shumë kualitet dhe jemi njerëz që kemi shty përpara të paktën edhe kinematografia që KK-ja etj. Na kur kemi thy bariera, kemi qenë shembull edhe për shtetet e rajonit, si për filma, si për seriale, si për arritjen botë, kështu që di me bo bashkë dhe me suportuna njëri tjetrin kur vjen puna te sukseset dhe arritje. Kemi sensin e patriotizmit dhe sensin e dashtun e njëri tjetrin dhe për me ba për njëri tjetrin, apo më kupton? Kështu që prandaj po them edhe në këtë kontekst duhet mi qit disa gjana në balancë. Nuk kemi vetëm zi e tërë dhe ankesa dhe kemi nevojë. E dim që kemi nevojë, po në anën tjetër projektin ndoshta më të arritshme që kanë qenë kemi bë me kurzoheq. Tash nuk mundemi me thon valla s'po kemi ma. Kemi. Tash mundemi me bëj çfarë projekte, po ndoshta edhe më të mira, po edhe të pas më shumë suport, sepse nuk mundemi ma në vitin që jemi me jap arsyetime të banale të ati niveli, le të themi. Kështu që adin që ta anë, po du me të qitë si paralele, që kështë ta e baraspesha që të pak të nune, po mundona me tërhek. Nuk dhe me marrë matë mirat e diçkave dhe në anën tjetër me ilon matë këqia dhe më mundu me nësirë një baraspesh që me shty për para gjonat bukra. Talente ka. Edhe ka talente, unë qështu besoj, nështë nga përvoja jame, se të shpibja me full për vetën, po kanë gjiru shumë shtete ndryshme të botës. Mbi 60 projekte ku mbo dhe e di qa bojnë këtu dhe qka bojnë aktorët. Unë i përcjell projektet të krete. Është një energji që e kemë na, që këta se kanë. Pëllë me lyre dhe bisedojmë shpesh, që na e kemë të pastën energjin, këta e kanë të pohë nëse ditën. Edhe dërnjerë që energjia jo një trishton këta. I frikson pak, nuk din ku me të vendos. Unë du me nda me ju një rast që ish profesori, acting coach, David Rothenberg, është nga Pro Actors Lab, ka qenë me Meryl Streep në klasë, mas ne u bo autor, e ka donë aktrime, u bo acting coach. Ai ka qenë acting coach i këti Ryan Gosling edhe Rachel McAdams, këto dy kanadezët e famshëm. Edhe më kujtot një skenë më shtini me lujtë më shqip, edhe një aktor që ishte në masterclass, që ka ma shumë vjetë rend masterclass të ai një alamet aktori kanadez që ka lujtë seriale sene, ai anglisht, ai bilu hapit, ta shumë një këthesha batutat shqepe, mora për këtheve, më zeri punë dhe vidi, se arroj kur, do të me bo me mjoftë ma mirë. Edhe, se e gjirëshim skenën, mas ne analizëshim. E qërë, këte ke kamerën, për shamë, ka fillimi skenën, edhe ndalë skenën, pauzë, dhe kjo këto. Edhe më thotë mu, a menon të anglisht, do you think in English? Thoshtë, po, besoj që jam shumë vjetë këtu, edhe kumë në dzuka që shumë e një anglisht e mirë, normal akcentin e kam, po yes, I can think in English. Tha, ki një energji tjetër këllu shqip. Për nana vëkqyrën, tha, po mënon, tha, me gjeta, ku është a i ritmi atë. Edhe unë e tash e shudzova rastë, si pelazgëllir që jam, të është, gjuha ma e vjetër, gjuha shqipe, prima lingua, kem thash një histori papame, thash vjetër, ku të partë tonë ka lujtë, thash në amfiteatër, për shamull, të partë ju, thash, ju në gjuhë, thash, me shqygjeta. Se tash u desh kemi një famnyre pak, një jam këthim brapa. Mondzirë dika. Adhe se vikajt jeti Kosova shqip një avenet vogla, thash, tash e kem hup, fatkeqësisht, po dikur thash kem pas, thash, edhe unë thash besoj që e kam një memori, thash, adenoja jam e ka memori, thash, ka mundësi da i pari, jep, thash, ka lutur, Napollani i bëtren dhe këto. Tha, energjia ju, tha, në të pestën. Po. Që te kom kuptu për e të parë. Tha, këtu për lypjën, tha, ma tone down, ma ullët intensitetin. Sepse këta janë pak ma flek, ma flasin që është. Edhe,
tha, ti mundesh me luta negatimin shumë letë, po ideja është të nduni parë syze këto me luta Eastern European Doctor Intellectual, adin intelektualin, doktorin e botës lindore. Edhe pa ta fillu syza unë ashtu kështu i kum du shumë shpesh, po fillova pak me ndru pak edhe pamjen edhe mënyrën edhe këto. Edhe në audicionin e parë kum pas në Degras, kum luajt një kështu metrosexual, si thonë e kapa rolin. Nice, super. Është shumë me rëndësi me ditë energjin, dikush me drejtu, me të mësu, me tonë, se ka njerë nuk e shen njeri vetën. Normal. Nuk e din ku je. Ai du kuptu edhe, me kuptu çka po lypin këta. Nuk do të thotë që ti si e i mirë. Po është diçka ti nuk pi afron çka janë të lypta, anashtet ti mundesh me bo, po ti se den. Informacioni është shumë e rëndësi. Kur dikush studion e të një përmenda, me ta dhonë mundësin, edhe ma pat hap të unë, se tani ku morë disa private lessons me to, kështu që me ditë ma thellë, me analizu vetën, edhe ma ka qelë një mendje, një hapsin diapazonin tjetër, diapazon shumë atë gjonë mu, edhe tjetra, ai që spjegon të për shembull draw note, që është the maximum pain and pleasure that character experience, do më thonë, maksimumi i dhimbjes edhe i knasisë që karakteri e përjeton, dush me të gjenë tekst. Ai theke draw note, Enver Petrosi theke kontra. I njëjti sen. Edhe aty dhe më konë një big revelation për mu. E po du me thonë që jem të mirë, e di që kem shpirt artistik, po vesh na duhet shansa, na duhet ndihmë. Pra ato po thomë, edhe shtetënore, edhe me rrit buxhetin, edhe mi dhon tënde, punoni sa më shumë se e meritojmë që tha. Normal, absolutisht. Ka mënyra që mund të zgjidh ato probleme të cilat ishin dashur të zgjidh dhe tash se kanë qenë një me plan programe e ketë, po nëse ato janë tema tjera, po është një komunitet shumë i vogël, pra, adën nuk jena që me thonë me qinda mira, qaq pak jena edhe mësë me pas mundësin dhe shtatin është pak gjuna për një me. Se kiti vendet hollywoodiane, mas pare as kur nuk e njën kja shtu full për një tjetërën. As kur gjë kanë kushte, kanë të me thonë mundësit për qasje për me punu gjithë kosh. Gjdo dytin për shemë në LA të edhen, jonë kamarira, gjdo dytin jonë aktor. Në kontekstin që edhen, po të na jena komunitet shumë i vogël, kështu që ti që shtu është gjuna, pëse mësë me pas mundësi, sa ma shumë krejt me lujt jo adën, nesa. Ke pas një eksperiencë, di që ke lujt një serial në Angli. Po. Bac këto jona aktor kështu të kalibrit nalta, këto i ke zemër të spofonit, unë e ka da dalë pjanë zerronet, se mu më gëzon, unë i gëzon shumë. Se tash më kthejt mu që ma bënë për filmit cilin kemi ardhe të flasim, për shëndetje, Florencën të Getë. Ato drejton Gjemi, Gjithësysh do flasim, ajo do e qërshia vitorë, se fundit, ajo është arsyeja që jeni këtu, po mu po më intereson ai seriali në Angli që ke luajt. Qa është ai serial? Çfarë na flet ma detajisht. Po kom qef kështu ra energjinë e fund nga vetë. Faleminderit. Bookish është serial cilën e ka bo krijuesi Sherlock, Mark Gatiss, cili edhe aty lunë vllaun të Sherlock e lunë vllaun e Sherlockut Benedict Cumberbatch aktori, po këtu e ka kriju serialin dhe lunë në rolin kryesor, dhe aty e luj motrën e mbretit Ahmet Zogun, Afie Zogun, prej Albanian Virgin to Albanian Princess. Qatë ka të bëj me kategori të shqiptarë, vemna zamër me katalog. Me katalog, ku e kamera, jemi live. Me katalog, Me katalog, jo. Dhe ka qenë është një, dhe më thonë, një drama, është një njëjtë lloj si seriali Sherlock, dhe më thonë, me mistere, me vrasim një lloj dramedia, se në ndodh, një serial fantastik me aktor të kategorisë A, për shembull është edhe vajza Vanessa Redgrave, aktor cilët ka luajtur Bridgerton, aktor tjerë cilët ka luajtur Peaky Blinders, Elliot Lavie, etj, pra njerëz fantastikë. Pastaj motrën time ka luajtur Angeliki Papulja, e cila është e njohur për filmat e këtij regjisorit grek, çfarë pa më emrin, që s'm hupe në moment. Që fitoi Oscar.
Nuk moj me ti. Nese, kili, qaj? Po. Po ka lujtë Dogtooth, filmi Dogtooth, s'po më kujtohet në hupi tash momenti. Nese, dash ajo luj ke motrën time, ruhi e zogun, unë afi e zogun. Ajo, garan arvanice, po nuk e din. Ajo Ta qeni një tim treune. Fantastike ka qenë, njerës kanë qenë fantazi dhe ka qenë edhe aty një proces i gjatë audicionit, po pjesa e ekipit cilët kanë qenë nga Belgjika, shumica për tyre cilët kanë punu në Virgjëreshën shqiptare kanë qenë njëjti që kanë punu edhe në Bukesh. Sepse një pjesë e xhirimeve ka qenë në Belgjik, një pjesë e xhirimeve kemi pas edhe në Angli. Kështu që ka qenë pak a shumë i një network i cili është lidh, dhe pastaj edhe regjisorja përmes agentës ka thonë, okay, dëshirojmë atë në Rina mundet me qenë në audicion, unë në audicion dhe shqiptare, qek, Belgjik, qek, mës mal shok të adin që ka familja mbrëtnore, qek, kanuni kjo ajo. Kemi ba edhe ka qenë tani the rest is history që thonë po. Sa ka qenë gjirimi? Gjirimi ka qenë dikon një 3 javë kemi pas. 3 javë kemi pas, mas edhe Belgjikës edhe Anglisë. Ajo super eksperiencë. Super eksperiencë. Aq ma tepër kur e din që për herë të parë faktikisht ka qenë e trajtuar, se është e bazuar shumë në ngjarje reale të cilat kanë ndodhur, po pas rënies të monarkisë, prej komunizmit, edhe në jetën e, domethënë reale që ka ndodhur, motrat e mbretët në Mezzoga kanë qenë të shpërndara nëpër botë. 3 prej motrave të tyre kanë shku fillimisht në Amerikë, pastaj pja Amerikës edhe në Angli, gjithmonë kanë qenë si në ikje prej domethënë prej pushtetit pastaj komunist që ka ardhur e tjerë. Po këto kanë qenë shumë të ngritura, kanë qenë shumë intelektuale, pa të cilat kanë qenë të edukuara në fusha të ndryshme, qoftë në ushtri, qoftë në pjesë tjera të medicinës, të arteve e tjerë, kështu që kanë qenë të ngritura, kanë folë gjuhë të ndryshme dhe ty të vjen automatikisht ta portretizosh karakterit tilla, të cilat kanë janë jo vetëm fiksion, janë një histori dhe të reprezentosh për herë të parë në një produksion të tillë të nivelit botror, për mua ka qenë një nderë dhe një privilegj jashtëzakonisht i madh, aq më tepër kur bëhet pjesë për kulturën time, për vendin tim dhe ka qenë një ndjesi shumë e mirë për me reprezentu në atë pjesë vendin tim, por edhe me lujtë edhe më kënaq, edhe kështu që kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, janë njerëz shumë të mirë, shumë të thjeshtë, cilë punoj shumë, në heshte pa fol, pa lujt divën. A, keni vrej që shkjot jashtë. Që edhe mu që am lem për shtypje, është se nuk e kam as njarat kompleksin, dhe një jem shqiptar, vetë pjesat që të kanë zgjedh atë të je barabartë. Njëtë, si me ata që janë ma ngritur nëse ma pak e tjerë, varësisht për kategorive të aktorëve, po qa që janë njerëz thjesht, edhe lujnë edhe për ty, atë nuk e kanë atë pjesën veç e kryvanë në punën edhe eca, lujnë për se cilin partner, trajtojnë se cilin mirë, janë profesionista rina. Profesionista thjesht si për njerëz mirë, zama. Edhe njerëz mirë. Për mua është shumë e rëndësishme më konë njeri mirë, unë menoj që nuk mund është më konë aktori mirë, bre nëse si e njeri mirë, mund është me thonë problematiku si diçka, din ka, po, të që shpa që njeri, edhin, reflektar, ndjesia jam në të pakten, edhin. Shumë e vërtet, du të me pas... Kime lujt njerëz. Njerëz, edhe dush me lujt për partnerin, jo me bloku partnerin. Po. Gjithmonë du të mja dhonë batutat për të mja dhonë energjin kur për shamë se ti ditë në këthejt kamera, një gjiro shti pas taj unë, dushe kur gjiro total, po është procesi gjirimit dhe du të me qeni trajnu me kuptu që ti dush me a këthy partnerit njëjtë, se në fundit filmit është tanë. është orkestër, këtë njerëz duhen me qenë funksion një tjetrit, edhe me dashnë një tjetrin, mu më interesojnë në departamentet tjera shumë, unë i bëj dosta zakonisht gjithë. Unë e bëj diopindos. Gjithë krejt departamentet tjera. Diopin e kom parin, se a i të regullë drita. Krejt lidhen gjanët aty me njëna tjetrin. Afrim, teatr, a jetu vazhdu të lujt hala, apo veç filmin jetu e njek? Realisht, filmi o kam njek mu, do më thonë... Po të afronë. Po kam oferta me qenë pjesë e projekteve filmike. Krasin për aty në të teatrit. Nuk është që unë kam hek dorë me dëshirë, do më thonë, po nuk kam pas oferta, shumë thjeshtë, nuk më kanë thirë me lujt. Se tash e ka kuptu që ti e aktori filmit. Po, ke kalu në anën tjetër. Nashta është edhe kjo. Dhe afrimin se o të gjiru një film dikon. Pa i po, Ilber Bardhe e bëjke një idore. Ilber e i mirë, Ilber Bardhe sarën po ke rrugës, nuk e në gjirin tja.
ti fort, e pash tash kur kesh Prishtina. Ishte jamel, djalë pozitiv është. Po, fantastik. Shumë e përshëndesim edhe e urojmë që ka luajt në atë filmin me Luizellin edhe ku Luna Loan ja. Unë këtu e kum pa filmin, se kanë sjell filma. Niko dhe unë ju mundu me dikën me sjell të filma. Ka etje, ka interesim prej publikut shqiptar që jeton këtu. Edhe kum pa reagimet. Na Loan Janë njoftë me din që është aktor, super aktor i mirë edhe njeri i mirë. Lun interesant, po me padhur Dverin, dyqysh ishte një knatësi, se u prit mirë për publikut. Unë kish edhe bilet tash ka pas reagime, sidomos publikut shqiptar nga Shqipëria. Tash na e dim këtë lojën që ti nga Kosova e ki një akcent, një gjuhë pak më ndryshe, e kur je i kapshëm dhe i pranueshëm për vëllezërit dhe motrat nga Shqipëria, e fillojnë me kuptu batuta. Na jemi gjithmonë të kapshëm dhe të pranueshëm për të gjithë vëllezërit dhe motrat anë mban botës. Ato ta kish me vul. Ama unë u gëzova kur e niva, sidomos se e pat një rol këgja interesant, që të tapon një farë mizivir, të shumë mizivir. Bac mizivir, thojnë në Gjakovo fjallë dhe lyra ta spjegon. Sune për këta. S'ka qysha? Mizivir? Mizivir. Edhe kështu thonë që, do më thonë, momentalisht në teatr kam një shfaqje që ka 5 vjetë që është në repertor, është prodhim i produksioni privat, do më thonë është i qendrës multimedia që o theqje të Neziraj, bashkë me gruan e vetë Blerta Neziraj, e cila është edhe regjizore, është një teme jashtëzakonshme që e ka shfaqja. Ne kemi prodhuar shfaqje 2018-ën, edhe flet për, ose i dedikohet arkitektit të vram në vitin 2000 Recep Lucit, është shfaqje për Recep Lucin. Do më thonë, është arkitektin në rol, edhe gjithë ajo ngjarje ose ajo dramë, është për në qësaj shfaqje. Në vitin 2018, kër e kemi prodhu këtë shfaqje, një 70% ka qenë, si me thonë, drama e fokusume në ndërtimin e keq të Prishtinës, do më thonë, pas vrasjes së Recep Lucit, që kanë gjallë padyshim, si me thonë, lëmë shikus, për shkak që tema ka qenë shumë aktuale, shumë e njoftën prej njerëzve. Po. Edhe mas ne kemi pas një turn ndërkombëtar ku kemi qenë në Lyon, kemi qenë në Itali, kemi qenë në Bosnë, domethënë me këtë shfaqje. Kemi pauzu dikun 2 vjetë edhe mas 2 vjetë jetonit, këtë rast producentit shfaqjes, ja kanë kërku disa produksione ndërkombëtare që ai ka kontakte, edhe ka riprodhu shfaqjen. Në farë forme e kemi tash po bën një vjet, në qershor fiks ka qenë premiera, ku e ka riprodhu shfaqjen me disa ndryshime, edhe një përqindje e ka ul kogja shumë të ndërtimit të Prishtinës, do është fokusu, mos me thonë ka shfaqje dokumentare, po flet drejt për vrasjen e Recep Lucit. Mira, frem si u prit kjo nga herën e fundit kur kemi lut Prishtinë, është veç një gjë e kam shumë marrë në këtë zanat, me pas sallën plot. Momenti që shoh sallën plot, unë për mua jam në rregull. E kam problem, e di këtë forën që edhe për 5-6 vete dush me lujt, okay, je pagu për atë punë, dush me kry punën. Për mua është diçka jashtëzakonshme me pas sollën plot. Sidomos, sikur këto që po du me përmend, është që janë kthy diku 50 veta. Domthonë njerëzit kanë ble bileta dhe s'kanë rri me hinë me anë shfaqje, sepse e dim që teatri kombëtar sot është në një objekt tjetër ku ka shumë më pak ulse se sa. Është në renovim e si. Po, aq që ka qenë, kështu që janë kthy diku 50 veta, edhe njerëzit edhe na që kemi pas kontakt me ta, të kanë shkruar në formë në erdha pas un po hinja. Po. Nejse, kjo shfaqje me 25 maj jemi në Austri, në Graz, në njën e festivaleve më të mira të Grazit, do më thënë jemi në konkurrencë zyrtare me këtë shfaqje, edhe mas një udhtojmë në 13 qershor në Belgjik, në Bruxelles. A ka pas reagime kështu, ka që tema shumë e ndishme? Reagimet të jashtëzakonshme, ndërsa ndërkombëtare, ndërsa tonë. Tonat më padyshim, tonat më fundi ka qenë thuja se i shpërthym lot për këtë njerëzve. Janë disa elemente tjera, për shembull kostumet e shfaqjes i ka bën Njomza Luci, çika Recep Lucit. Po. Edhe është një moment në premier ka dalë vet në skenë, domethënë Blerta e ka shfrytzuar normalisht me
në konsultim me njëmëzën edhe. Ka dalë ka mot arkitektin, do më thonë, kostumografia, ka hinje ka mot babën e vetë. E ka mot të mamasat. Po si u përmbajt, si u ndjeje, ka qenë e rëndë? Ka qenë akull, me thonë drejtën. Akull. Po, akull, sepse, si me thonë, e ka rëfy edhe, na e kemi edhe në shfaqje, në fund shfaqje se kemi një rëfim të saj shkurt, ku e deklamojmë, do më thonë që ju kanë dash 25 vjet ka vujt një farforme, me vitet tona, dhe kam rri me një pikë ku kam rri mu shëru, dhe i kalëzën njëna që si kam rri mu shëru, njëna për tyne është pikrisht puna që aja e bën, si kostumografe edhe... është kostumografe fantastike. Po, fantastike është. Fantastike. Dhe ka pila, 2-3 herë kom punu me të, është e jarë. Mu shumë ka ra me punu, po unë e di që kanë tregu kolegë, dhe kom për cilë kështu me punu. 4-5 vitet e fundit, me thonë drejtën, është... I kam bo 2 ose 3 shfaqje, 2. Departamenti Andrave me Besim Gzmajlin, do më regjisor Besim Gzmajlin, është prodhemi teatri Dodona, shfaqja, edhe kjo. Në teatr, do më thënë ka 10 vite që më kanë pushuar. Të mos kam shumë oferta në këtë rast, mos me zgatë ma vetin. Me kanë pushuar? Po, mirë po, unë e kam një farë shprehje në jetën teme, që karrierën shumë vështirë është me majtë dhe me menaxhu se sa me e bo. E lidhi pak me futbollistat, se unë jam idhëtar i futbollit edhe ka shumë yje të futbollit ku kanë shkëlqy deri në qiell veç një vjet. Domethënë ose në Barcelona ose në Real ose në një ekip të madh dhe janë shu. Domethënë edhe ki një Cristiano Ronaldo ku që 25 vjet një farforme e ki yll ton kohën. Kështu që e njeki që të eksperiencë tyne një farforme, ja kam pa edhe filmat dokumentare dhe mundura me përcjell që me menaxhu karrierën se sa me e bo, sepse mundesh me pas një fat, një audicion, çfarë ditë marrin. E kap një film të madh, e fiton ai shpërblim të madh dhe edhe mas ne bosh yll edhe nuk pranon role, edhe çafe mas 4 vite. Hajt bosh tu rritmenja. Nuk është edhe çajo që mendojnë njerëzit shumë shpesh ato e bën në film edhe ki sukses dhe tash të vinë oferta. Nuk është e vërtetë. Atë edhe njerëzit duhet me qenë edhe pak realist. Nëse njerëzit mendojnë që është ashtu, atëherë është një ëndër shumë e mirë, ju uroj shumë suksese dhe gjëmtamël, po nuk është. Nëse ti me të vërtet, aq më tepër kur një film ka sukses si në vendor, si në rajon, si internacional, qof film, qof serial, qof shfaqje, tjerë, konsistenca është ajo e cila të mban përpara, është një interesant që po thotë edhe mua që unë për vete kam shumë parem. Sepse ti duhesh me qenë edhe me punu zamër non stop. Dikush është edhe është pak edhe ai parimi ti e qaq mirë sa puna jote e fundit, po nuk është pash edhe qajo, po duhesh gjithmonë me shku përpara, sepse ndoshta njerëzit në botë, jo çdo njeri ka qef suksesin e dikujt. Bashkë që atëherë ndoshta mundohen në smarrë dhe me të ofru, ose diçka kështu që, po puna e mirëfillt, e konsistenca e mirëfillt, gjithmonë mbi zotran. Edhe dal përpara, kështu që duhet gjithmonë me vendos me shku edhe me majtë qaj që po tha me thjeshtësi, por me punë shumë konsistence, shumë të mirë, shumë pozitive, shkon përpara. Nuk bën veç me prit me të arsen. E kam një gjë menojt interesant në këtë temë. Po e nisi kështu pak ma vrazhd, unë e kisha privatizu Kosovën. Mos me thonë botën. Se di botë që funksionon, po të pak të në Ballkan, gjërat shtetërore janë të tmerrshme. Do mos ja din kërkush kimetin punës që e bën, edhe prandaj filmi është më i suksesshëm. Edhe prandaj unë e du filmin ma shumë, për shkak që ai që më ka ftu mu, vallaj e ka shumë atë. Domethënë në teatr i ka parët ai. Ndesh shkojnë punë, shkoj, ai e merr rrogën në fund muajit. Producentat i marrin parë për QKK-s, mi po kthehet në produksion privat. Apo kupton, ky kam menaxhu vet, parët e veta të filmit. Po. Për mendimin tim problemi kryesor në Kosovë të paktën, se nuk i di shtetet tjera, po që po dalë në Shqipëri për shkak të kam pas disa angazhime dhe i njoh pak a shumë. Momenti që është shtetërore, s'ja din kërkush kimetin asaj farë pune. Prandaj teatri është këtu ku është, edhe në 10 vitet e fundit filmi ka pas sukses të jashtëzakonshëm në Kosovë. A guxoja Fremërina me fol. Çfarë sikesh, po guxoj, po më përmbajt, s'kesh në të këve, s'kur kompatër të këve. Në shtetit është.
Shkon në televizionet tjera private, sa troha janë, po e ki kualitetin e jashtëzakonshëm. Qyshbe do krone, dega me, mas dërtesës ato, shik edhe bari ju ka dorë, do më automatik kanë beq aty. O e shtetit është të gjemë. Adhen, Shtetit ajo është. dhe më syni dykujt, edhe një fasada aty tu gryja, janë, kur qysh fillem. Ate më hidh vetë me lyme, edhe unë ta. No, po... Be ma më t'i Edhe unë e kam këtë bindjar pas tjerë. Shumë institucioni, jo veç atë. A e dini jo, unë kom konkurru për drejtor teatrit, kombëtar vitin 2022. Po. Edhe mu ka bo një pyetje shumë banale, që kështë bëth ati sanin e farë, tha si të fosh drejtar. Unë e disha që i kulaci shgatu mi dhon dikuj tjetër drejtor loku, po shkova anyway, tash pishti gishtat në rrymë edhe pe provoj dhimbjen, Po. se kisha nevoj për qatë dhimbje edhe që aty ra ajo dhe fillova në direkcion tjetër jetën. Thash, është një log aty, aty ku rrjedh uje që su në gjitë kora i bot akëll aty kapët, aty kur ku që pengon me 100.000 njerëz kalojnë, po më duket ajo log që 30 vjetë së ndreqë. Është mas pare kësha ndreqë u lugun. E dyta që kjo bravja shtina derën, bravo, se qepke me një brav për jashtit, po për menshit, jo, tash edhe që të brave kësha ndreqë. Edhe treta ato erën e vetëses, tash si në stacion të autobusave, që jo që seket kora janë një farë. Jo, stacioni autobusit është shteti. Edhe shteti. Prandaj vjen era. Me qenë kryeqytet, edhe me qenë teatri kombëtar, institucioni më i rëndësishëm kulturor në Ministrinë e Kulturës në shtet, edhe mu neglizhu ashtu është. Po. Unë nuk di këta njerëz, a kanë dalë me pa jashtë në herë. Qysh bes ju vjej nati, Maqedonia me pas më mirë. Ki po çfarë të ka Maqedonia. Nuk ka betë që janë ata shtet ma shtet se na. Po. Ka qenë pjesë e federatës, Po. ama ka të bëj beqat dashnin edhe përgjësin që veç pse po mund është nuk bëmbe, pse adin, se s'po më shekur kush e hajt. Po. Ti grajgjësht. Jo, faktikisht njerëzit edhe i shohin, po vendosin me qenë të heshtur, ose vendosin me qenë të heshtur shkaku i klaneve të ndryshme, se gjanave ndryshme, se thonë mos më çu kundër, mos më fol kundër, se s'na met kjo dhe më nda, krijojnë përçamje brenda për brenda. Për çaj dhe sunda njerëz, për çaj dhe sunda, më sarani, po është e turpshme institucione të tilla shtetënora mulon këtë gjendja në vitin 2026. Mos bëj gare, në hala nuk kemi as opera, as kur gjadin, jo ndësane, jashta. Edhe unë për vete nuk du me hi as nuk kur gjadin, po thjesht... S'ki stadion futbollit, do ishin më kualifiku në botëror. Qëre, stadiumi është me... Mu me zëmë falin për futbol. Me 150 Jo, është objekt, është të shtetit. Jo, është të shtetit. Vedi. është federata. Bazan më ka pas më bobë lani u forat. Unë ala me pra qatë bazan qatë. Mua vetë që është, qëre, stadiumi është diçka një investim tepër i madh. Unë e kuptoj, edhe ndoshta Teatri Opera Balletit është më i madh, po unë po flas për gjëra më të vogla. Po flas, domethënë gjëra që mund më kry me pak pare, edhe mund më rregullu. Në fundit ai unë mendim jam është ai televizion s'bën më kon hiç aty kusht. Ajo duhet më dhuru pazarit, më bëni pazar i ri dhe merreni tokë dikon tre që te televizionin që duhet. Më bë po nëse është më abet në veti se s'bën ashtu sa. Po. 27 vjet ka shku për luftës. 3 dekada koti. Me krobza kisha marrë një Po. Unë e kuptoj lufta është e tmeshme politike dhe gjithmonë ekziston në çdo shtet Ballkanit. E ku do mbot, po sidomos te na po. Tu të bëjmë ditë të kontura me qitë, se na nuk mujmë me prodhu ma shumë përveç artit. Mujmë fabrikat vogla, edhe të mesme e pas biznis. Industri trons mujmë e pas, jam shteti vogl. Si Kosova si Shqipnia. Po mujmë me prodhu art, kulturë, Po arti dhe kultura na kanë shty për para në botë dhe na kanë zbardhë dhe vazhdojmë na zbardhë neve fytyrën në botë. Na edhe për turizëm e për gjithçka ne kemi resurse bota Zoti na i ka fal. Zoti ka fal. Ti kur shkon në Shqipëri, veç e sheh natyrën në resurset njëjtë dhe për njëjtë Kosovën çfarë do lloj konteksti jemi vend i pasur, nuk jemi vend i varfër në atë kontekst. Qoftë Kosova për minerale për shkakun. Adin s'po him për gjana të fushave të tjera. Po, për art, për kultur, është sandi bazik, ty qëto, qëto janë që neve në dalojnë për vendeve tjera, këthesh për masë, dhe është e letë për me o bojo. Gjdo kompani private në Kosovë, paktën, është super
Nice, do më Po, thonë. është një menaxher. Çdo sani privati. Desh televizionin, desh teatrat private. Po, Unë i thash, e absolutisht. diskutuam sot me Rinin gjatë ditës, do më thonë, teatri jeton në Ziraj, do më thonë është OJQ, është organizatë jo qeveritare, dhe me që shfaqje që na kemi bo, do më thonë, ka qenë një 5-6 shtete, edhe të konfirmume janë edhe 5 shtete tjera. Dhe në 10 shtete, edhe folëm bashkë me Rinën, teatri kombëtar të Ferizaj s'u shkon. Po, ma të janë shumë drejtora edhe s'ka drejtora. Po kupton, një organizatë jo qeveritare, ti udhton 10 shtete me shfaqjen e vet, ndërsa teatri kombëtar i cili e ka gjysmë milioni buxhetin, vetëm në prodhim, nuk është në gjendje me shku as deri në Shkup. Afrem, mohabeti është kur privat është një drejtor. Çdo të thashun e kisha privatizuar Kosovën edhe janë 20 drejtora aty, edhe ideja është do të gjithmonë i fash shefi është më spedë dhe do të më shku me vetë shefin. Po lo dhe o shef. Edhe ai shefi diçish nuk e din çu ka anin, vetë zonën janin edhe është më e thellë. Qëllimi është shkatërrohet publikja, mos mbahet mirë që dhe në shkojnë fondet dikon tjetër edhe tani vëstimi më fut se është pastaj po unë po dolën pe temës po dolën pe temës unë po kam qef më kthy te arsyar dhe si u i kanat në Toronto Erina Krasniqi edhe Afrim Muçaj kanë me xhiru një film shkurt. Kjo është lajm. Për mu është lajm, super kënaqësi sepse nuk ndodh kjo shpesh marr pi Kosovës e me gjiru në North America, në Amerikën Veriore. Përkatësisht në Toronto në kanot. Edhe kur e mora vesh unë lajmin për mes shoqatës tonë, unë jam shumë i lutur që dhe ne pak e kem bën ndihmë sa do të vogël si shoqatë që ju t'jeni këtu. Tham shoqata shoqata e Bashkisë Shqiptare Kanadese, ku kryetari është Rex Ferrati dhe bordi e përshëndesin për krajën që kanë bërë për këtë film, po më kanë bo më një mirë, thash që ja dhe ju një për cilë karierën e ju, po tash po këthejmi të filmi. A i filmi shkurt, pak a shumë Florenci më ka spigu pak për filmin, po kënë qef nga ju, po nisë na Rina me ty. Tema e filmit. Është një film shumë i veçantë, shumë interesant, shumë ngrithan shumë elemente emocionale, por edhe të kontekstit predispozitave sociale, ndoshta edhe të raporteve sociale, pritshmërive të shumë familjeve shqiptare dhe pastaj të marrëdhënieve personale mes një çifti, cili duhen, po kanë është një ndeshje mendësive pak më të vjetra ndoshta shqiptare dhe bota e re dhe mundësit e reja që japën një vend si Kanada, një qift cilin, dhe më thonë, kjo është shtatëzuan. Vinga Kosova, pra gjithashtu dhe çështje të emigracionit dhe atë tensionin e madh, ti je komplet në një vend të ri, në një vend që nuk ke ndoshta mbështetje, që ndjesh gjithmonë që je më pak, që është një historie që shpesh neve na përcjell historikisht si shqiptarë në vende të ndryshme të botës që kemi emigruar. Dhe pastaj përveç kësaj kontekstit pra social dhe rrethonave tjera cilat i prek si elemente të tematikës, është pastaj edhe rrethana dhe relata personale, cilin ta kanë një çift të sfida, cilat i kalojnë për sa i përket shtatëdhënësisë së tjerë se nuk kam dëshirë me bëj spoil të filmit. Po mund me fol pak më shumë për desi. Është një film shumë emocional, shumë i thellë, shumë dram dhe unë jam shumë e privilegjuar dhe kom derë mas pari që është mundësut që më ardhë këtu edhe me rkalu edhe një kohë fantastike, po edhe me ba një punë jashtëzakonisht mirë fillt dhe shumë të mirë dhe shumë serioze me një ekip fantastik me regjisorin Florence Papas, përshëndesim gjithashtu edhe producentën për të tretën herë. S'na këtor gjithë përshëndetje. Gjithmonë, po jo sinqerisht dhe pastaj përveç asaj edhe për mikpritjen që i kemi ne përshë sa dashtin jemi si shqiptarë, gjithë ku jemi në botë ne mbim dhe e dojmë një tjetërën dhe jemi një komunitet, jemi shumë, mundu me imbudok që jemi pak, po jemi shumë, kështu që kemi kaluar zakonisht mirë, kemi xhiru 2 ditë,
Unë po du me najt hala, kemi me najt hala, unë po më do këtë dhe më këthyes, pjo më për ndrysha, edhe do të kthehem këtë ndej, sepse shumë shpejt do ta marrë edhe vetë PR-in e Kanadës, kështu që do t'jem edhe kënej. Po më do këtë dojnë më qenë në një teatr, jena po si shumë tash. A frem, më se interesu më ardhë. Që shumë re, bëjmë edhe degën edhe teatrin. Teatrin o të këtu. Do të me marrë lehen prej Lirakut edhe Lyrën e kena gjotësin kënena, adhone vi shumë shpejt, kemi, adhen, veç rajt në gjithë kam ilë shumë në përbot zamër, me rëndësi. Kryoj mundësi për krejt, ka pak. A frem për ty? Po, paka shumë foli Rina, si me thonë për temën e filmit, që pa dushim u rezervua dhe kjo, sepse në përgjësi edhe ti edhe krejtë, më rezervuam për me shfaq, sepse mas pari nuk e dim sa kemi drejt me folë, sepse... Po, se është në produksion... është i farë hierarkie. Po, kuptoj. Po gjithsesi, aja që muna me thonë me dy fjalë pak ma shqiptar, që është një qift emigrantësh në Shqipni, që ma përqindje... Kosovës po mendon këtu. Po, Kosovës në Kanadë, po emigrant, që një përqindje ma e madhe është të burin këtë rast të une që i ka me të kryt për masa një ka Kosova. Apo kuptan, do më është një farë lufte që ka thojnë ata atje, e që shkan me mora ata atje. Po, e mendësisë. Apo kuptan, do më është një farë, i ka me të kryt për mas, ndërsa gruja në këtë rast është pak ma open-minded, është inkuadru ma shumë. Ma integrume. është integruar në kulturën. Është ndesha mes dinamikave mes vjetrës edhe tres, të njohurës e të panjohurës, zandeve ma të mbylluna dhe në ardhme ndoshta pak ma pasigurt, por që me ma shumë mundësi e tjera. Dhe ka edhe atë kontekstin ndoshta ma metaforik çështës, po që shfaqet përmes dilemës shumë reale, të cilën e kanë edhe si shef, kështu që më fal. Jo. Jo vazhdoj. Shelet e atë. Gruaja jam kushtati me fol. Edhe sot e kam gru. Edhe sot me kontratë. Fol para kamerave, si të kalzoj. Jo i gru, o i nuse. Jo, ideo që kamet me të vjetër karakteri, do mon kamet me mendësinë e vjetër, është ballafaqimi që thojnë beteja mes diçka 30 dhe vjetës. Kjo është pak a shumë tema. Që padyshim është kogja sfiduese, sepse na kur ti nisëm rolet kryesisht i nisëm prej një përvoje tonës personale, edhe gjithmonë. Po fatmirësisht ata që i shkruajnë skenarët këtë rast nuk na e dinë të kalumën tonë, kështu që na e hulumtojmë as ne edhe besoj që e gjej. Është fat i mirë, unë me thon drejtën kur fola pak ma herët për menaxhimin e karrierës, ëndra jame gjithmonë u kon me hap tregun, sepse kam qenë idhtar i punës. Unë kam pas qef me punu në për filma, në teatr përgjithësi, edhe kam qenë idhtar i punës, edhe Kosova nuk ka qenë e mjaftueshme për mua, domethënë se ka prodhuar shumë pak. Maksimumin që unë e komujt me e bo, me qatë Kosovën tonë, me qato mënyrat qysh na e kemi pas, sidomos në kohën kur tash viteve të fundit është tepër shumë teknologjia që t'jep mundësi ndërkombëtare, mirë po fillimet kanë qenë pak problematike. Kështu që insistimi jam ka qenë që me dalë në Shqipni, Maqedoni, në Ballkan të paktën, edhe jam shumë e fat që ja kam arrit me dalë. Edhe sa herë kam shku me lut në Shqipni, sa herë kam shku me lut në Maqedoni, kam qenë shumë i lumtur. Domethënë që kam rri qatë dëshirën tem, qatë qëllimin tem që me dalë të paktën prej Kosovës. Domethënë që kurrë tregu jam është më i madh i punës. Apo që kjo ka qenë qëllimi jam, domethënë, e sidomos kjo ndërkombëtare, mas ne unë besoj që është ëndër secilit aktor. Është dilema kush guxon më ndrru pak më shumë se sa. Duhet me guxu. Unë kam guxu, janë një përqindje shumë e vogël që guxojnë me ndrru. Unë kam guxu. Fatmirësisht unë kam pas kësi raste, domethënë kam xhiru edhe në Zvicër, kam xhiru edhe në Francë. Kjo është hera tretë që unë jam ndërkombëtarisht shtet, se s'una mi thonë, se përpara u konë kur s'ka ndollë gjinja kur shkëshin Shkup, theshin janë konë në shtetit jashtme. Kështu që ardha në Kanadë është, sinqerisht është kënaqësi shumë e madhe, domethënë, edhe e nisa çatëherë kur e përmenda dikun përgjithësi, sepse dyqysh me ardh piktuit, më të marr atje, e më të pru në Kanadë është rrugë e gjatë edhe për regjisorin edhe për producentin edhe
ka shumë filma, unë kam personalisht një film të shkurtër të cilin e kam fituar në QKK dhe pres me prodhu, domethënë po bën 2 vite më në Kosovë se s'po moj me realizu. Kam kupton ndërsa nuk është e lehtë, po them, po nisna vet prej kësaj. Për shembull, që tha kanë xhiru diku 7 shtete ndryshme të botës, e di adjesin që është me në Rusi, me një serial ko gjatë malë. Min vetën shumë mirë ku je dikun tjetër, është tjetër vibe, është një farë energjie tjetër edhe qaj përgjësia që unë pajtohë me ty, Afrem, edhe me ty Rina, që është diçka sublime, për mu kur të vjen një rol me lujt. Normal. Për mu është si bëmqu dikun fëmijën, Candy Store dikun, është diçka, është tepër eksituse, po të një të kohë një përgjësi, super përgjësi. Sepse e di që brava janë me $100,000, njerëz që presin ti, do më është një ekip i madh njerëz. Shumë vërtet. Edhe dush me konë gjithmonë i përgatitur. Absolutisht. Sidomos seriale shkojnë ma shpejt xhirimet. Po. O pak ma ndryshe, edhe për mu të merr është duhet me mësu tekstin. Unë duhet me qenë i përgatitur. I vetmi problem që ato e kam, se nuk o gjuhë jam anglisht ose nëse lujnë gjuhë tjetër. Shqip është pak ma lehtë. Po kur jam aty e di që jam investu. Edhe unë du me kry punën me përgjësi, se jem komitet i vogël, edhe këtu, pse është veni më i madh, nëse bën një kiks madh, e marrin vesh. Të eliminojnë. Ka koha që për shembull nuk ka, duhet shumë të qenë profesional, komunikimi duhet me qenë ç'është duhet. Për shembull, kur kum xhiru te Sati filmin Karma e din gjithë ekipi, ku kështu tamam vetvetja për tokë, hajde po punojmë. Dhe nuk i marrë për atje, as mi shit me në kujtë, po du me kry detyrën ta. Absolutisht. Edhe me respektin matë madhë, edhe shkena të mija kur si kum pas, si kum dhonë batuta qysh duhet aktorit, ju mundu të matë mirën të moshme sepse është punë ekipore. Absolutisht. Dhe të hekat mendësien kush ka dalë ma i mirë, nuk ka ma i mirë. Nuk funksionon aja, se me një skenë mund është më konë ma i mirë, po në skenë tjetër mund të aktorit, varësisht edhe për skenarit, se është shumë i relevante, kur nuk e den. E jo t'ja me kry detyren, me respektu mas pari produksionin, që thona ka pru për atje, të ndin që atë djetë, që atë peshtë për gjësisë. Unë e madhe, po thamë Kosovës, unë për im ledhi gjinën për me bo një punë. Po, jo nuk o letë. Për të njëtën punë. Njëtën punë së për im ledhi, edhe unë për shambull e kam pas, t'ja kam dhënë kredicat gjithmonë një qikës, e cila kove të fundit, du më thënë, ka marrë kogja suksese, është Aulona Selmani, edhe momentalisht futën nxjerimet e filmit gjatë me një produksion komplet zvicerane, komplet domoniqike Kosovës, e cila ja kanë besu miliona euro buxhet filmit saj, në këtë rast komplet producentat huj, domos s'ka të bëj me as me QKK, as me kurrë. Filmin e diplomës të fakultetit të vet, që ka kryer në Cyri, na ka marrë 5 aktorë të Kosovës. I ka pagu 5 bileta, i ka pagu 5 hotele, këtë rast 5 dhoma në midis Cyrihut. I ka pagu 5 honorare që mi pru njerëz prej atjet. Do më thonë, unë e kam vlerësu jashtëzakonisht shumë. Sepse s'ka këshyrë me kry punë, hajde që të kam që të dikon. Ka dosh me marrë afrimin edhe ka ardhe ka marrë Prishtinë. Apo në kupton që këtë rast është e njëjta gjë edhe për Florencin. Apo kupton se është sinqerisht është rrugë e gjatë, do më ka mujt me kry puna edhe me dikon tjetër. Ose sidomos që Florenci është edhe i Shqipnisë, në këtë rast, 2 shtetet ndryshme me Kosovën, edhe pse jemi një. No, jemi kam, mirë, po du me thonë që me për shembull edhe me mua dhe me Rinën e ko për herën e parë që punojmë për herën e parë, ndoshta edhe që rrim që ka gat. Me këto ka pas unë jam i bindën që shumë aktorë që i ka edhe miq, edhe shok, edhe njerëz që ka diplomu me ta, ka asi. Edhe domthon një farë forme të ka lyp me qiri me pish, edhe të ka marrë prej atje, edhe të ka pru këto. Unë sa vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Kontekst është shumë, aden që është vlerësim shumë i madh. Që kjo është vlerësim shumë i madh sepse ka të rrallë të regjisorë që thonë qëtë për sa më pedu, që kjo vizion jam, që kënjeri pedu, aden edhe shkon të të merë prej, aden edhe të bjanë, që kjo është ama me vlerësu dhe sepse ka një vizion saktum që edhin që vetë shtetë mundësh, edhin të shep për te jetës personale, sepse shumë shpesh ndodhë, unë e kom pa dhe në Kosovë afre muq, se muq, zhëdhirëm krejt, atë shojnë shumë një jetë personale dhe që ka vizionin dhe regjisorës diçka, aden. Po ka dalë, unë s'po du me lujt vetën, logjika. Aden, qefi jam është me s'provu dikush në gjana komplet ndrysha. Ti si aktor për mu, që ajo është përmbushja më e madhe.
si aktore, diçka krejt tjetër edhe të real janë regjisor që të shohin ty që ashtu. Edhe që kjo që e përgjithësia aty kur djenë nuk duhet as me të qenë tem diskutimi përgatitja dhe niveli serioz që duhet me pas aktori se aktoria për me determinu dhe për me kry punën e vetë. Përveç që është knaci dhe që është qef me lujt, ajo është send shumë i sofistikuar mendoj, kështu që është nderi dy fisht, pi bandere edhe vetë edhe tjerve dhe tu e respektu qatë punje, tu e respektu edhe vetë edhe që shtu hap rrugë edhe të njerëz tjerë, ndërshmosh me punë, jo vetëm duke qesh ha, hi dhe u knaqa dhe po shërojmë ego, po tu e respektu edhe qatë hierarkinë edhe qatë privilegj dhe këtë send bukur edhe të çmendur, të quajturit aktrim. E mbylla. Ka mikrofone. E del nisë. Bani të tani. Katëra të aqanej. Edhe mbylla. Unë du ta falenderoj Florence Papas, regjisorin e filmit. Unë besoj që ky film do vësh test. Sigurisht ky do ta bëjt metrazh gjatë. E kam një ndjesi që Po thu që të film ka me bo metrazh gjatë. Ja me si binde. Veç në djallë në zamër, që të sanë të mirë, veç në djallë. Unë ndjeli se me të mirë. Disa ta bëjmë Florenci plagëm. Se sa për filmat e gjatë morin proces 10 vjeçar. Aty mire ke. Rina. E shohim dhe është halo ma keq, e shohim të prodhu që këtë filmi dikën tjetër. Jo s'ka shansa. Unë Rina edhe Afrim gjithmonë ndjellë sanet mira. Dhe shala. Ty ta besoj se ke energji shumë të mirë. Faleminderit shumë. Unë besoj që ky film do bëhet i metrazhi gjatë, edhe unë shpresoj që të bëhet e xhirohet këtu, të jeni ju dy për të ardhmen që të bëhet pse jo më të vini edhe 12 ditë në xhirem. Sepse gjithçysh ka nevojë. Sa më shumë aktorë shqiptar në përbot, aq mirë për industrinë tonë. Na sillet si dihet, edhe na e marrim i cop diku, nesër shkojun atje e merr ai tjetri. Kem aktor fantastik. Vesh duhet kem lule për krejt. Kem lule, vesh duhet më mbështet, edhe unë e falenderoj edhe producentën Gentën apo? Gentën. Kështu që i falenderoj ata, po dhe falenderoj shoqatën shqiptare kanadeze. Edhe Sferatin dhe anëtarët e bordit gjithë për këtë, po edhe unë ju falenderoj juve që përveç që një anë me gjiru, keni qëtë kohën me anë në odën tonë, na keni ndëru me prezencën juj. Shumë falenderit që na keni ftu në odën e juj, është shumë ndërë dhe privilegj, zakonisht i madh. Gjaja fundit që unë kësha prit me ndodhë në Kanadë bashkë me Rinën, i shkon me shku me një odë ikon. Definitivt. Kena ik me odave. Ka qenë që shia ambitoni dhe pasi shumë. Ama odë pak ma moderna, me twist, ha? Po. Super moderne, mirë po me shumë shije, gjithë shka edhe podcasti edhe krejt, unë sinqerisht të përgëzoj, sepse që ato që e folëm për ata Florencën ose cili do kohë që ka bo diçka jashtë atje, është njëri për ty i edhe ti, ku në këtë rast në Kanadë kemë ri me kriju një studio podcastit që nuk është gjë e vogël, besoj të paktën se se kam provu, kështu që të uroj edhe të uroj të natë mirët më të hetë sa ma marë. Gjithashtu i falenderoj gjithë njerëzit që e këshyrin këtë emision. Unë jemi shumë të lumtur që kemi qenë musafirët e tu. Falenderit muqa. Muqa po. Je i mirë muqa, falenderit Afrim, Rina. Klyshi, çka kjo klyshi? Klyshi, kjo tim tjetër. Kjo është nxjoja jam që e kemi me që dhe me kolegë edhe të Belgjikës, edhe të Kanadës gjithashtu për qenë. O qenin ta unë e kom adoptu kër e kemi gjuru The Albanian Virgin, edhe na ka mbetë edhe tashti ne i mundsojmë me adoptu qajt prej Kosovës edhe për Shqipnis dhe me që njetë ma të mirë në vendet të Evropës edhe të botës edhe. Klyshi, ja? Klyshi, kam ishtë Shqiplos. We go out in international, amo klyshi, brand. Knatësi, falenderit shumë. Për suksesën karrierë edhe unë uroj që një ditë të ndajmë shëqirimin. Zbashku. Gjithashtu. Pendjelim edhe këta për të mirë dhe do ta bëjmë gjithësysh. Unë e lusë Zotin, do ishte knatësi, me të vërtet. Respekt, ha? Falenderit, Bac, falenderit. Respekt, ha? Falenderit shumë.